Platforma e njohur Tibo është bllokuar nga gjykata e Tiranës pas akuzave për mashtrime miliona euro dhe për vetësim të dyshim të truallit publiku. Përfshihet edhe një tender prej 482 milion lekësh me emrin e njohur të një deputeti. Segmenti i autostradës Durrës-Tiranë pranë Vorës është kthyer në një kurth për drejtuesit e mjeteve mes grupave të mëdha dhe mungesës së ndërhyrjes nga institucionet përkatëse. Ekspozimi i hershëm dhe i tepërt ndaj pajisjeve elektronike po shkakton vonesa shqetësuese në të folur dhe zhvillim social të fëmijëve. Ekspertët kërkojnë ndërgjegjësim dhe masa urgjente nga prindërit. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në TV Dheu. Platforma Tibo është bllokuar nga gjykata e Tiranës pas akuzave për mashtrim financiar dhe për vetësim të dyshimt të pronës publike nga aksionerët dhe bashkëpunëtorët e saj. Skandali përfshin edhe një tjetër tender prej 482 milion lekësh të dyshuar si fiktiv, ku përmendet ndikimi i deputetit Fidel Ylli. Detajet e reja kanë dalë në dritë nga dosja që çoi në bllokimin e platformës Tibo nga gjykata e Tiranës për akuzën e mashtrimit. Në qendër të kësaj historie është Adnan Mahmutaj, aksioner me 32% në kompaninë Tibo SHPK, i kallëzuar nga Mirlinda Herdon Xhaferi. Ditën e djeshme u bë me dije se Mirlinda Xhaferi së bashku me familjen e saj kanë përvetësuar truallin shtetëror, ku sot është ngritur kulla Ice of Tirana, së bashku me Armand Lilon. Familja Xhaferi përmes Liliana Xhaferit dhe Mirlinda Xhaferit ndërhyri financiarisht dhe juridikisht në mbështetje të tarikatit halvetian, duke marrë më pas kontrollin mbi pronën. Sipas të dhënave, ata realizuan një kontratë shkëmbimi të dyshimt me Sheali Pazarin, kreun e tarikatit halvetian, ku në këmbim të një sipërfaqeje të vogël pëdrumesh, siguruan truallin me vlerë miliona euro në qendër të Tiranës. Sipas dokumenteve të siguruara, Mahmutaj i kishte kërkuar Herdonit një shumë prej 2.2 milion eurosh për të vijuar një kontratë me shtetin italian, shumë që Herdon e ka akredituar. Përfitues direkt të këtyre fondeve rezulton kompania Meguiar SHPK, ndërsa garant për shlyerjen ishin Tibo Communication SHPK dhe Tibo Al SHPK, me një komision mujor të parashikuar prej 25.000 eurosh. Pavarësisht marrëveshjes, Herdon nuk ka mundur të rikuperojë shumën e dhënë, edhe pse kontrata parashikon të kthimin brenda 12 muajsh. Ndërkohë Mahmutaj, pas marrjes së parave, ka tetërsuar kuotat e kompanive garantuese dhe më pas i ka ribler ato, duke thelluar më tej vështirësitë financiare të Tibo Communication. Skandali nuk përfundon këtu. Platforma Tibo ka përfituar edhe fonde publike, duke qenë fituese e një tenderi të shpallur më 27 tetor të vitit 2022 me vlerë 482 milion lek me TVSH, për shërbime transmetimit të aktiviteteve sportive të shkollave. Sipas raportimeve të pamfleti, tenderi është zhvilluar me pjesëmarrje të vetme nga firma e Mahmutajt, ndërsa roli i Fidel Yllit është teksuar si kyç në këtë procedurë. Kontrata e publikuar më 6 mars 2023 dyshohet të zbatuar vetëm në letra, me dokumentacion të rrem që justifikon kryerjen e shërbimeve. Ky rast hedh dritë mbi lidhjet e dyshimta mes biznesit dhe segmenteve të pushtetit, duke treguar se gjithnjë më shumë kompanitë të afërta me qeverinë po përballen me drejtësinë. Gjendje alarmante në një pallat të dëmtuar nga tërmeti në lagjen numër 5 të Durrësit, ku mbeturinat dhe uji ndotur kanë mbuluar katin e parë, duke rrezikuar shëndetin e banorëve. Qytetarët kërkojnë ndërhyrje urgjente nga Bashkia e Durrësit për pastrimin dhe rehabilitimin e zonës. Një qytetar ka denoncuar në redaksin ton gjendjen skandaloze të një pallati të dëmtuar nga tërmeti në lagjen numër 5 në Durrës. Në foton e dërguar, shihet një grumbull i madh mbeturinash dhe ujë ndotur që ka mbuluar të gjithë katin e parë të ndërtesës, duke krijuar një situatë alarmante për shëndetin publik. Në foto shihen 10 bidona plastik, kanaçe, qese mbeturinash dhe mbeturina të tjera që lundrojnë në ujin e zgjidhur të ndotur, i cili ka mbuluar shkallët dhe hapësirat poshtë pallatit. Dëmtimet në mure dhe shtyllat mbajtëse gjithashtu janë të dukshme, duke e bërë vendin edhe më të rrezikshëm. Era e rëndë dhe ndotja po shkaktojnë shqetësim të madh për banorët e lagjes. Denoncimi i plotë i qytetarit. Përshëndetje, shikoni në çfarë gjendje është lënë ky pallat i dëmtuar nga tërmeti në Durrës, lagja numër 5, rruga H Myshketa. Bëjni thirrje kryetares së bashkisë Sako të lërë fushatën 2 orë dhe të nisë punonësit e komunales, se nuk guxojmë dot të kalojmë nga era e pislëkut që po mbyt lagjen. Redaksia jonë i bën thirrje bashkisë Durrës
dhe institucioneve përgjegjëse që të ndërhyjnë urgjentisht për pastrimin e këtij ambienti për të mbrojtur shëndetin dhe jetën e banorëve. Segmenti i autostradës Durrës-Tiranë pranë Vorës është kthyer në një rrezik serioz për jetën e drejtuesve të automjeteve. Kjo për shkak të gropave të mëdha, ndërkohë që ka një mungesë të ndërhyrjes, qytetarët denoncojnë mosreagimin e autoriteteve ndërsa çdo ditë përballen me dëmtime dhe rrezik aksidentesh. Rruga që lidh dy qytetet më të mëdha të vendit, Durrësin dhe Tiranën, është kthyer në një kurth të vërtet për drejtuesit e automjeteve, veçanërisht në segmentin pranë Vorës. Një qytetar përmes një denoncimi në redaksin ton ngre alarmin për gjendjen skandaloze të rrugës. Autostrada nuk është më rrugë, është pus. Bëje publike, po ke mundësi që të kenë kujdes drejtuesit e mjeteve, se po i marrin më qafë me këtë rrugë. Shkruan qytetari, duke theksuar se dëmtimi i automjeteve është bërë i përditshëm. Ka ngelur të shkojmë në fushat me goma në përduar, ironizon ai, duke nënvizuar mospërfilljen e autoriteteve. Pavarësisht taksave të rritura dhe propagandës për investime dhe infrastrukturë, realiteti në terren tregon një tjetër pamje, gropa të thella, asfalt i qarë dhe mungesë totale ndërhyrjeje. Çdo ditë qindra qytetar vihen në rrezik serioz për jetën dhe pronën e tyre, ndërsa institucionet përgjegjëse fshihen pas heshtjes dhe premtimeve boshe. Sa kohë duhet të presin qytetarët që dikush të mbajë përgjegjësi, apo duhet të ndodhë një tragjedi tjetër që rrugës shqiptare të kujtohen? Ujë Lejthiza rikthehet në qendër të kritikave pasi një qytetar nga New Yorku denoncon erën e rëndë dhe cilësinë e dyshimit të këtij produkti. Pas 10 ankesave të mëparshme, konsumatorët kërkojnë transparencë dhe përgjegjësi nga kompania. Sepse po t'i hapish kapakun ti ujë, ky kundërmon ujë proj. Disa muaj pas denoncimeve masive për erën e rëndë të ujit Lejthiza, problemi ka ershëm duke së është rishfaqur përsëri. Këtë herë, një qytetar që jeton në New York ka kontaktuar me redaksin ton ku nda shqetësimin e tij për këtë problem. Në një video të dërguar në redaksin ton, qytetari thotë se uji duke sikur është ujë proj dhe jo ujë burimi. Shpresoj që kjo video t'ju jap një mesazh të qartë atyre që e prodhojnë dhe atyre që ambalazhojnë. Ne nuk jemi ignorant, pavarësisht se jetojmë jashtë. E blejmë këtë ujë se në radhë të parë dim se nga vjen ky ujë. Jam adhetar dhe dua të ndihmoj sadopak ata që vijnë nga vendi im dhe mundohen të përfitojnë nga ky skandal. Ky ujë Lejthiza prodhohet nga një ujë i jashtëzakonshëm, shumë i mirë, ndaj edhe e blej përveç faktit se jam shqiptar, por që të abuzohet në këtë lloj mënyre, që ne të pim ujë kanalesh, sepse po t'i hapish kapakun këtij ujë të kundërmon. Dhe as ujë proji, aq më keq ujë pisët, ujë i maleve nuk më erë në asnjë lloj bidoni, por le të shkoj ky mesazh atyre prodhuesve dhe ambalazhuesve të këtij uji, se është një turp që bëni me konsumatorët, thotë shqiptari ndër të tjera. Disa muaj më parë, me 10 denoncime mbritën në redaksin tonë për cilësinë skandaloze të ujit Lejthiza, pasi qytetarët raportonin për një aromë të rëndë që kishte produkti. Aso kohë, qytetarët vunë në mëdyshje faktin nëse do të vazhdonin të blinin më të njëjtin produkt apo jo. Autizmi virtual, një fenomen rritje dhe që lidhet me përdorimin e tepruar të ekraneve nga fëmijët e vegjël, po shkakton vonesa në të folur dhe zhvillim social që shpesh ngatërohet me autizmin klasik. Specialistët ngren alarmin dhe theksojnë se ndërhyrja e hershme dhe reduktimi i kohës para pajisjeve mund të rikthejë zhvillimin normal të fëmijës. Në vitet e fundit, termi autizëm virtual po përdoret gjithnjë më shumë nga profesionistët e shëndetit për të përshkruar një fenomen shqetësues. Vonesat në të folur dhe zhvillimi social të fëmijët e vegjël, të cilët kalojnë shumë kohë para ekranit. Ky problem po prek një numër gjithnjë në rritje të fëmijëve në mbar botën. Çfarë është autizmi virtual? Autizmi virtual nuk është një diagnozë mjekësore zyrtare, por përshkruan një grup simptomash që ngjajnë me ato të çrregullimeve të spektrit autik. Dallimi qëndron te shkaku në vend të një origjine biologjike ose gjenetike. Këto simptoma lidhen kryesisht me ekspozimin e hershëm dhe të tepruar ndaj pajisjeve elektronike si telefonat, tabletat apo televizorët. Pasojat në zhvillimin e fëmijëve. Fëmijët që kalojnë shumë kohë para ekranit në vitet e para të jetës shpesh tregojnë shenja të tilla si vonesë në të folur ose mungesë të plotë të folurit, vështirësi në ndërveprim social dhe kontakt me sy. Sjellje të përsëritura ose mungesë interesi për lojra imagjinative, probleme me përqendrimin dhe vetrregullimin emocional. Mjekët theksojnë se këto probleme mund të keq interpretohen si autizëm i vërtet, çka çon në diagnoza të gabuara ose trajtime të papërshtatshme. Dëshmit nga praktika mjekësore, pedagog, logoped dhe neurolog raportojnë për një rritje të ndjeshme të numrit të fëmijëve që vinë për konsult për shkak të vonesave në zhvillim.
Shumë prej këtyre fëmijëve, pas reduktimit drastik të përdorimit të pajisjeve elektronike dhe ndjekjes së një programi ndërhyrje, përmirësohen ndjeshëm, një fakt që tregon se këto shenja janë të rikthyeshme, nëse kapen në kohë. Specialistët këshillojnë fëmijët nën 2 vjeç të mos ekspozohen fare ndaj ekraneve. Koha para ekranit për fëmijët më të rritur të jetë kufizuar dhe mbikëqyrur, të inkurajohen lojra aktive, komunikim ballë-përballë dhe lexim. Prindrit janë shembull pozitiv duke kufizuar përdorimin e pajisjeve vetë. Teksa teknologjia është një pjesë e pandashme e jetës moderne, ekspertët paralajmërojnë se përdorimi i pakontrolluar gjatë viteve kritike të zhvillimit mund të ketë pasoja serioze. Kujdesi i prindërve, edukimi dhe ndërhyrja e ershme është çelësi për të mbrojtur zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve. Ekspertët e Harvardit paralajmërojnë se disa zakone të përditshme si mungesa e gjumit, qëndrimi i gjatë, ulur, stresi kronik dhe izolimi social mund të përshpejtojnë tkurrjen e trurit dhe rrisin rrezikun për demencë. Ndryshimi i këtyre zakoneve përmes gjumit cilësor, aktivitetit fizik dhe lidhjeve sociale mund të ruajë funksionet njohëse. Truri ynë fillon të tkurret natyrshëm pas moshës 30 ose 40 vjeç, por disa zakone të përditshme mund të përshpejtojnë këtë proces. Ekspertët e Harvardit paralajmërojnë për 4 zakone të zakonshme që mund të ndikojnë negativisht në shëndetin e trurit. Mungesa e gjumit, qëndrimi i gjatë ulur, stresi kronik dhe mungesa e ndërveprimit social. Ndryshimi i këtyre zakoneve mund të ndihmojnë në ruajtjen e funksioneve njohëse dhe në reduktimin e rrezikut për sëmundje si demenca. Mungesa e gjumit. Gjumi cilësor është thelbësor për shëndetin e trurit. Studimet tregojnë se mungesa e gjumit mund të çojë në probleme me kujtesën, përqendrimin dhe vendimmarrjen. Gjithashtu, mungesa e gjumit është e lidhur me rritjen e rrezikut për sëmundje si Alzheimeri apo demenca. Qëndrimi ulur për një kohë të gjatë, një mënyrë jetese sedentare mund të ndikojë negativisht në shëndetin e trurit. Studimet kanë treguar se qëndrimi i gjatë ulur është i lidhur me rënje të funksioneve njohëse dhe rritjen e rrezikut për sëmundje si demenca. Aktiviteti fizik i rregullt është i rëndësishëm për ruajtjen e shëndetit të trurit. Stresi kronik. Stresi i vazhdueshëm mund të ndikojë negativisht në strukturën dhe funksionin e trurit. Ai mund të çojë në probleme me kujtesën dhe përqendrimin, si dhe të rrisë rrezikun për sëmundje mendore. Menaxhimi i stresit përmes teknikave si meditimi, aktiviteti fizik dhe ndërveprimi social mund të ndihmojnë në ruajtjen e shëndetit të trurit. Mungesa e ndërveprimit social. Ndërveprimi social është i rëndësishëm për shëndetin e trurit. Izolimi social është i lidhur me rënje të funksioneve njohëse dhe rritje të rrezikut për sëmundje si demenca. Pjesëmarrja në aktivitete sociale dhe ruajtja e lidhjeve me të tjerët mund të ndihmojnë në rritjen e shëndetit të trurit. Si të përmirësoni shëndetin e trurit? Siguroni gjumë cilësor 7 deri në 8 orë çdo ditë. Angazhohuni për aktivitete fizike të rregullta. Menaxhoni stresin përmes teknikave relaksuese. Merrni pjesë në aktivitete sociale dhe ruani lidhjet me të tjerët. Ndryshimi i këtyre zakoneve mund të ndihmojë në ruajtjen e funksioneve njohëse dhe të reduktimit të rrezikut për sëmundje të trurit. Zonja dhe zotrinj, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkë miru takofshim.